Pasi BDI-u bëri thirrje partive të ngjashme në vizion dhe kapacitete intelektuale të bashkohen me formacionin e saj politik, Këshilli Qendror i Partisë Demokratike Europiane ka autorizuar kryetarin Arjanit Hoxha të vazhdojë bisedimet me kreun e BDI-s dhe të gjejë formën dhe modelin më të përshtatshëm për përfundimin e këtij procesi. Kuvendi Qendror i Partisë Demokratike Europiane vlerëson se duhet të jepet shans një bashkimi në kuadër të një partie politike që do të vazhdojë të jetë zëri kryesor i shqiptarëve të maqedonisë së Veriut. Kjo vjen pasi në mbledhjen e 13 janarit Këshilli i Përgjithshëm i BDI-s u bëri thirrje të gjitha partive politike në vend të bëhen pjesë e këtij formacioni politik. Kjo thirrje u drejtohet të gjitha subjekteve politike, asociacioneve shoqërore, intelektuale dhe profesionale që të bëhen pjesë e BDI-s dhe vizionit tonë të përbashkët për një shtet stabil, demokratik dhe të zhvilluar. Thirrjen e Ahmetit e refuzoi ASH-ja Arben Taravarit dhe Lëvizja Populli e Skënder Rexhepit. Kreu i ASH-s Taravari në Klik Plus deklaroi se nuk e ka ndërmend të shkrihen në BDI, por janë të hapur për bashkëpunime. Nga Lëvizja Populli thanë se janë subjekt politik autonom dhe se kështu do të vazhdojnë edhe në të ardhmen si koalicion me BDI-n. Përndryshe, BDI-ja ishte pjesë e Frontit Evropian para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024. Arjanit Hoxha, karrierën politike e ka filluar nga PDSH-ja Arben Xhaferit, më pas ishte pjesë e Demokracisë së Re të Imer Selmanit, e më vonë në Lëvizjen Besa, ku ka mbajtur pozitat e sekretarit të përgjithshëm dhe zëvendës kryetarit. Kur Besa ishte në qeverinë e drejtuar nga Zaev në vitin 2020, Hoxha mbajti postin e ministrit të bujqësisë.